Kemi gjithashtu ujin i cili kalon në barkun e agjërusit pa dashje, qoftë në pastrimin, shpëlarjen e gojës, qoftë në pastrimin e dhëmbëve, apo ku di unë i thel çfarë është duke kryer ai dhe i kalon ujë pa dashje. Ai e din që është magjërim, mundohet ruhet për i kaloj. Çfarë do bëhet domethënë me këtë person? Pjesa dormuese e ulemave kanë thënë që edhe ky e prish agjërimin, sepse Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjerë transmetojnë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot hadithin wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman. Kur të shpëlash hundët, thot, çoje ujë në maksimum përveç se rastit kur je me agjërim. Ulemat kanë thënë, nuk ka kuptim hadithi që agjërusi ti thot mos e ço ujin deri në fund dhe jo agjërusi thot çoje ujin sa më sipër. Sepse nëpërmjet kanaleve të hundës, kur ti e çon në maksimumin e vet, ajo mund të kalojë dhe kalon në gryk. Dhe ky është lidhja që shumica dietarë e kanë analizuar në formë të tillë. Ky është thot argument që për agjërusin futja ujit pa dashje e prish agjërimin. Kurse ai personi i cili domethënë i shplau hundët mirë, por nuk i kaloi gjë, ai domethënë nuk e prish agjërimin.